Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e parë të Adoleshencë. Në këtë hapësirë ku ne do të trajtojmë çështje që na prekin çdo ditë ne si adoleshent. Unë jam Raisa Dervishi dhe jam 17 vjeç dhe do të jem me ju në këtë rrugtim që shpresoj të jetë sa më i gjatë dhe sa më i vlefshëm. Ka ditë kur mendimet na peshojnë më shumë se çanta e shkollës dhe kur heshtja na duket më e lehtë se sa të flasim. Prandaj jemi sot këtu për të thyer heshtjen. Në episodin tonë të parë, ne kemi vendosur të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, shëndetin mendor, dhe jo më kot, sepse shëndeti mendor mbetet akoma një temë e heshtur dhe shpeshherë tabu. Kemi zgjedhur një metodë jo krejt tradicionale për ta trajtuar si temë. Fillimisht kemi vendosur të bashkëbisedoj me një ekspert të fushës, me psikologun Elidon Shehu. Atëherë përshëndetje Elidon, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Të falenderoj pa mas që pranove të bashkëbisedosh me ne për një temë që shpesh për në adoleshentër, për bashkëmoshatarët e mi, është shumë delikate. Atëherë pyetja ime e parë është çfarë përfshin për ty shëndeti mendor dhe sa i rëndësishëm është? Për ne specialistët, psikolog, psikiatër apo dhe mjekësi në përgjithshme, por edhe shoqërinë, shëndeti mendor është kryesorja. Vetë studimet e OBSH-s kanë çuar në të tretin shëndetin mendor, por po vazhdon të rritet. Pra problematikat e shëndetit mendor fillojnë edhe të rriten. Këtu në Shqipëri, tek neve, kemi proces shumë pozitiv. Por pozitiv do të themi për mënyrën se të rinjt, por edhe grupmoshat e tjera interesohen për shëndetin mendor, ndryshe nga më përpara gjeneratat e tjera. Shkojnë tek mjeku, marrin informacion, shkojnë tek psikologët, por ka dhe një problematik. Problematika që neve e hasim për ditë apo më shpesh këto kohë të fundit është vetë diagnostikimi apo marrja e medikamenteve pa një recetë të një specialisti apo informacionet e gabuara që marrin në që shohim shabllon në internet edhe shpesh mund të jetë të gabuara. ChatGPT e të tjera me radhë si këto. Okej. Tani shumë prej nesh thonë që kam ankth. Kur mendojnë që ankthi është problem dhe kur jo? Ankthi është një proces që ndodh në mendjen e njeriut ose zgjohet në një situatë të caktuar. Përpara një provimi, një i ri apo kushdo ka një ankth. Por nuk do të themi se ky është një ankth negativ, sepse ka dhe ankth apo stres pozitiv, që të cilën neve na zgjon impulset, të cilët të përpunojmë dhe të mendojmë sa më shumë që t'japim më të mirë në këtë provim. Apo në një situatë tjetër të caktuar përballë një interviste apo përballë një aktiviteti sportiv apo kulturor. Kjo është pozitive, jo çdo gjë neve do ta identifikojmë si negative. Problematikë që vihet të re tek të rinjt, të paktën edhe në ata që kanë pasur në klinik, vetë diagnostikimi. Caktimi me anë të atyre që thamë sipër informacioneve apo parë në YouTube, informacioneve të papërpunuara. Vendosin diagnozë, kem angst, depresion, stres, apo vendosin edhe diagnoze më të rënda, unë jam borderline, bipolare, të tjera si këto, të cilat në këtë moshë, të cilët janë adoleshentët, dhe vetë fokusi pastaj që unë kam këtë lloj problemi, fillon të ndryshon edhe sjelljen e tij dhe atribon vetes një problematik që ndoshta nuk e kanë të vërtet, po. Nuk e kanë, jo ndoshta, por vërtet nuk e ka. Sepse është një specialist që dhe ka një protokoll të gjerë, i cili do të diagnostikoj këtë gjë. Okej. Pra, mendoj që vjen nga mos informimi. Fatkeqësisht neve mos informimi mirë, bëhet fjalë. Mos informimi mirë dhe ajo se çfarë po marrim neve shumë shpejt si shoqëri, pra ato videot e shkurta, informacioni sa më shpejt. Për çdo lloj gjë nuk duam të kemi kohë tek një mjek të presim radha apo disa ditë takime apo seanca që të kuptojmë vërtet se çfarë jemi, por i duam se ato videot e Instagramit, TikTokut e tjera si këto i duam shumë të shkurtra. Për 15 sekonda duam përgjigje. Të mbaroj, po. Ju e dini shumë mirë që ne adoleshentët gjysmën e ditës sonë e kalojmë në shkollë. A mendon se shkolla, notat, presioni që mund t'ju jap familja ose mund të kenë zdyshat, ndikon me vërtet tek depresioni ose tek ankthi tek adoleshentët? Apo nuk e shef si faktor kryesor? Sigurisht që ndikon. Pra, neve të themi ta përjashtojmë, jo, nuk e përjashtojmë dot. Të gjithë jemi nxënësit janë në një garë ku ata duan të japin më të mirën e tyre, të marrin rezultate sa më të mira dhe të arrijnë në qëllimet e tyre. Por çfarë ndodh në emocionet apo në gjendjet e tyre që ata ngarkojnë? Por emocionalisht
të rinjt janë si një Ferrari me frenat e një biciklete. Pra, zhvillimin emocional e kanë shumë të formuar, por arsyetimin e kanë në proces ndërtimi. Në studimet e fundit ka shkuar që arsyetimi shkon deri në moshën 25 vjeç apo dhe më lart tek disa persona. Pra, të gjithë këtë lloj presioni që ata kanë për të marrë një rezultat sa më të madh në shkollë, në disa persona apo dhe në situata të caktuara të gjithë të tjerët kanë këtë presionin dhe që dojnë me anë të një lloj sjellje që ata kanë, me anë të një lloj gjendje emocionale që kalojnë, sepse jo të gjithë do të jenë perfekte dhe njeriu prej emocioneve përbëhet në sjelljen e tij dhe fillojnë edhe kanë situata të pakëndshme apo mbyllen në vetvete apo një problematik tjetër. Por jo domosdoshmërisht neve këta të rinj do t'i diagnostikojmë me një problem të shëndetshëm mendor, të theksuar apo diçka tjetër. Okej. Nga eksperjenca juaj, si mendon, arrin që të rriturit, pra në këtë rast për neve janë prindërit, familjarët e tjerë, a mendojnë se i kuptojnë me vërtet problemet tona apo kanë disa pak probleme, ndoshta edhe nga formimi i tyre, ndoshta edhe nga mentaliteti për ta kuptuar? Pra, si mendon? A na kuptojnë aq sa duhet në përgjithësi, po flasim? Termi i prindërve është të gjithë prindërit thonë unë të kuptoj shumë mirë. Por kuptueshmëria e prindërve është edhe nga formimi i tyre. Po, nga formimi, prandaj përmendem. Pra, niveli kulturor, artësimor, por edhe lloji i punës që ata i bëjnë. Ka prindër që mund të kenë një nivel shumë të lartë kulturor dhe artësimor, por nuk arrin të i kuptojnë vërtet. Mua më ndodh shpesh në punën time me prindër të cilët kanë këtë nivelin kulturor dhe artësimor. Po nuk shpenzojnë kohë. Nuk shpenzojnë kohë. Mjaftojnë në atë përgjigjen që çdo gjë shkoj shumë mirë tek fëmia e tyre, por në fakt nuk ka shkuar ashtu siç duhet. Pra kemi fëmijë të dobët emocionalisht, fëmijë të braktisur emocionalisht dhe të braktisur nga vëmendja e prindërve. Po. Dhe sigurisht që kemi fëmijë shumë të suksesshëm, me një nënë që është shtëpiake, me një baba që bën një punë të zakonshme dhe i harxojnë shumë kohë tek ta dhe janë fëmijë vërtet të cilët i ndajnë emocionet e tyre, i ndajnë problematikat e tyre dhe janë më të zotët në marrëdhënie me të tjerët. E kuptoj. Pra, prindrin tek adoleshentët shef si faktor kryesor për të shperur probleme. Prindërimi është si tek fëmijët edhe tek adoleshentët është hallka kryesore e të nisjes atij zinxhiri që ky i ri të jetë sa më produktiv për familjen, për shoqërinë, por dhe për veten e tij. Pra, në fillim është vetja, pastaj këto të tjerët. Shumë dakord. Çfarë gabimi bëhet më shpesh në momentin që ne adoleshentët përpiqemi të komunikojmë problemet që ne mund të kemi? Tashmë, të gjithë adoleshentët, ato që çfarë neve kemi vënë re, është marrja e informacionit të jashtëm të papërpunuar. Duke e bazafaquar me ndjesitë dhe emocionet e tyre. Dhe vetë diagnostikimi apo referimi i një shoku, shoqe, apo të dëgjuarit në një emision televiziv që edhe unë jam si ky, dhe unë po vuaj si ky. Por do të kuptojmë një gjë, atë se çfarë neve kemi parë në informacion që unë kam këtë lloj problematike sot një adoleshent, ka bërë një përmbledhje të atij algoritmit të atyre videove sa sekonda ka kaluar apo të atyre informacioneve. Informacioneve shablon, pra. Nuk është vërtet ajo problematik që ai mendon se e ka. Prandaj duhet shumë kohë ose shumë kohë duhet që të shkojë tek specialisti, të flasin. Fatmirësisht ne kemi punonjës social, psikolog nëpër shkolla, të cilët të rinj duhet i ndajnë këto problematika ose edhe këto nuk i ndajnë, mendoj që nuk i ndjes për ndërprerjen, mirë po nuk i ndajnë duke qenë se nuk kanë besim. Edhe punonjësit sociale që janë nëpër shkolla, flas nga eksperjenca ime, po edhe çfarë kam parë në gjimnazet e tjera ose në shkollën nëntëvjeçare, mendoj që janë thjesht aty sa për emrin, më kupton? Nuk mendoj që kanë atë lloj qasjen e ngrohtë që duhet ta ketë një psikolog. Pra nuk ta japin atë hapësirën që ti të shkosh edhe të bësh një bisedë për problemet e tua. Sigurisht që ka pasur probleme nga psikologët. Njëra nga problemet që është më e dëgjuara është shkelja e kodit etikës, prandërjes së problematikës së një të riu me mësuesit apo me personat e tjerë dhe këtu humbet besimi. Pastaj çështja e profesionalizmit është gjë tjetër që duhet të tjerë të cilët mund ta vlerësojnë tek gjithsecili. Por për mua
i mësoj më shumë kësaj gjëje që një i ri të shkojë tek ky psikolog që ka pranë shkollës apo kudo që mund të takoj. Dhe mos ta mendoj që nuk është edhe aq shumë profesionist sa mendon, por do jetë më produktiv dhe do t'i japi më shumë pozitivitet nga ajo se çfarë do ta marri në rrjetet sociale ose nga persona të tjerë që nuk janë specialistë. E kuptoj. Sepse është shumë e rëndësishme ndarja e bisedës, kontakti sy me sy, është shumë e rëndësishëm nga të gjithë këto të tjera që na rrethojnë. Për mbyllje, do doja të dëgjoj disa këshilla nga ana juaj për adoleshentët, pra për komunikimin e problemeve. Qoftë edhe për prindrit, se dhe ata kanë gabime. Mendoj që prindrit janë një hall kryesor, sepse do ta bëjnë komunikimin edhe marrëdhënien sa më komode, në mënyrë që ne adoleshentët tregojmë sa më të hapur ndaj atyreve. Pra siç e thanë dhe bashkë pak më parë, që mos mjaftohen vetëm me një pyetje edhe ne atë përgjigjen klishe jam mirë, gjithçka shkoj mirë. Çfarë këshille ju jep adoleshentëve dhe prindërve? Neve nuk duhet t'i bëjmë, sepse po i vendosim edhe prindrit me shpatulla mbas muri, do të kuptojmë edhe problematikat ekonomike, sociale që kanë edhe ata. Dinamika e jetës është bërë shumë e vrrushme dhe shumë e shpejtë, sa që kalon ajo dita sa zbardh ora 7 dhe mbyllet shumë shpejt. Po, janë gjëra që lidhen zinxhir. Por do të kuptojmë një gjë, çdo prind ne bëjmë tek fëmijët e vegjël, por kur arrojmë pastaj kur fëmia arrin 18, 17 që bëhet një adoleshent. Ne fëmijës të vegjëlve u flasim, çdo gjë u tregojmë edhe për përditshmërinë tonë, i pyesim se çfarë bën në shkollë. Dhe ndihemi shumë mirë kur ai fillon edhe na përsërit fjalët, na thot ato që neve marrim, por kur ky fëmijë rritet, bëhet një adoleshent, neve harrojmë. Pra të gjithë prindrit nuk e pyesim më. E vërtet. Ndoshta e pyesim atë rutinën si shkoi sot, pati ndonjë gjë, nëse na e ndan sepse fëmijët shpesh edhe i testojnë prindrit në pjesë më të madhe. Dhe nëse një adoleshent ka një problematik, sot një shokë im apo shoqja ime bëri këtë gjë dhe ka një reagim jo pozitiv nga prindi. Bën një krahasim, po. Bën një krahasim dhe nuk ja ndajnë me atë problematik, sepse e kuptojnë reagimin. Nuk e shohin më si. Prandaj unë them që mbështetje. Prindrit duhet të ndërtohet komunikimi sa më pozitiv, sa më të hapur. Duhet të kenë një, do të nuk po them me orë, por një 20 minutë me fëmijën të diskutojnë, të ndajnë ato problematikat e tyre, sepse edhe fëmijët dëgjojnë shumë mirë, mësojnë nga problemet që kanë prindrit. Është shumë e rëndësishme për komunikimin dhe ajo që neve themi më shumë komunikimi ballë për ballë, ndarja e emocioneve, ajo gjuha e trupit është shumë e rëndësishme. Në shikim, jo çdo gjë siç thuhet mirë dhe iku, po vërtet nuk është mirë. Të rinjt mos të fshehin përballë prindërve, por qoftë edhe personave të tjerët mendojnë se janë të sigurt për ta. Dhe prindrit, kushërinjt apo dikush tjetër, kujdestari i tyre i ka kaluar disa procese në jetë. Po, ka eksperiencë. Ka eksperiencë. Ndoshta jeta ka pasur situata të ndryshme dhe mendon se ai nuk ka qenë atë kohë, apo babaja apo nëna nuk e përdori mirë teknologjinë dhe ai adoleshenti nuk ja ndan dot për atë problem, por duhet të përpiqen. Dhe unë besoj se do ta kuptojnë shumë mirë. Vërtet do duket sikur ai nuk di ta përdorë për çdo gjë, kërkon ndihmë për t'i hapur telefonin, por një problematik që ai mund të ketë sepse krimi kibernetik ka ndodhur shumë edhe më të rinj janë të prekurit për ato ngacmimet që ndodhin apo për ndjekjet online që ndodhin, nëse një ri e ndan, sado prindi mos ketë informacion, do t'i japi një ndihmë, do t'i japi një dorë, sepse prindi aty është për të ndihmuar në çdo lloj situate, jo për ta shmangur fëmijën. Mendoj thjesht edhe për të dëgjuar, ka një lloj lehtësimi në momentin që ti e shfaq problemin, pra komunikon me dikë tjetër. Dhe sidomos për prindit që e sigurt që do të gjejë një zgjidhje. Atëherë Lidon, unë të falenderoj për gjitha këshillat dhe për gjithë informacionin që ndave me ne. Shpresoj që të kem edhe në një episod tjetër. Faleminderit, do të kënaqësi. Faleminderit juve.